mos e lini Kur'anin mazdore. Le tjetë detyra kryesore në jetën tuaj Kur'ani. Ata që s'din me lezu, me shku, me mësu me lezu. Ata që din me lezu ma shumë për me përforcu lezimin e Kur'anit. Ata që nuk din me lezu Kur'an me tajvid, le t'i shkojnë hoxhës e ta mësojnë tajvidin. Ata që i din 3-4 suret Kur'anit për menç, le të shkojnë ta mësojnë gjuzin amme, gjuzin tebareke, e të lezojnë e të mësojnë sa ma shumë nga Kur'ani. Që kur qonë më u falë namaz, mos tjetë namazi jo veç me inna atejna edhe kul huwa Allahu ahad. Si që është fatkesisht në shumicën tonë, shumica për nesh, me një inna atejna edhe me një kul huwa Allah, kejtë namazet e jetës vetë i falin. Pse? Sepse kur kishte mundësi me lezu Kur'an, ai nuk lexojke. Kur kishte mundësi me mësu nga Kur'ani, ai nuk mësojke. Se kishte punë më të mëdhaja, kishte punë më të rëndësishme se sa me nejtë me Kur'an. O vllazën, pasha Allahu në madh, po ju bëj beje sa të doni madhnin e ti, se s'ka ma mirë, e s'ka ma letë, e s'ka ma amël, e s'ka ma knasit madhe se sa na me kalu shumicën e kohës me Kur'an.